Vazhdojmë me lajmet të tjera. Mira Morati trondit botën me vizionin e ri për AI. Mira Morati ka dhënë një deklaratë të saj më të qartë deri tani për drejtimin e ri të kompanisë së saj Thinking Machines Lab, duke zbuluar se si mendon që do ndryshojë mënyrën se si njerëzit përdorin inteligjencën artificiale. Në intervistën e fundit, Morati tha se ardhmja e AI nuk është thjesht një sistem që pret komanda dhe jep përgjigje, por një teknologji që merr pjesë aktive në bisedë. Sipas saj, modelet e reja do të jenë në gjendje të reagojnë në kohë reale, të përshtaten gjatë bisedës dhe të krijojnë një komunikim më natyral me përdoruesin. Ajo theksoi se qëllimi nuk është zëvendësimi i njeriut, por krijimi i një sistemi që punon si partner në mendim dhe vendimarrje. Ky vizion shihet si drejtimi kryesor i kompanisë së saj të re, edhe pse Thinking Machines Lab nuk ka zbuluar ende një model të madh final. Kompania ka prezantuar punë të hershme mbi të ashtu quajtur interaction model, si dhe mjete që u drejtojnë zhvilluesve të personalizojnë më lehtë sjelljen e AI. Morati po vendos theksin te kontrolli njerëzor në një kohë ku industria po lëviz drejt agjentëve gjithnjë më autonom që mund të kryejnë detyra pa ndërhyrje. Për momentin kompania është në fazat e hershme, por deklaratat e saj tregojnë një ndryshim të qartë filozofie, nga AI që përgjigjet tek AI që bashkëpunon.